duhet ta konstatojmë një gjë. Do thotë, nëse në pjesën e parë të blokadës, Kurti ka qenë jashtë normave, jashtë korekcisë politike dhe ka pësuar humbje në zgjedhjen e kryeparlamentarit, në procesin e dytë, në blokadën e dytë, që ka të bëjë me edhe të kujdesu pak për mikrofona. Në procesin e dytë, s'po ki respekt për mikrofonin. Mikrofon. Në procesin e dytë, mendoj që Kurti ka arrit sukses. Do më thonë, nëse ka qenë humbje Dimal Basha, dhejte kur kemi artë Dimal Basha që ka qenë humbje klasike, kjo me në Nadrashiqin ka qenë fitore e Zotit Kurti. Edhe në interpretimin juridik, po edhe në pozicionimin politik që e ka pas. Dhe këto duhet ta pranojmë. Tash, sot është votu, mos kishtë votu lidhja demokratike, në Nadrashiqi nuk ishtë bo në kryetar. Në Nadrashiqi kishtë e met një prej kandidatve. Këtu duhet të thëmë që besoj që lidhja demokratike e ka bo një vendim të duhur, sepse ne kemi qenë në bazë përballë një rreziku, jo t'jemi antilista sërbska. Ne me vendimin e kaluar të kuvendit kemi qenë antisërb. Sepse se kemi votu... Ty veç e si mikrofonit bërë. Qështë të falë? Do më thonë. Unë menoj që pra am një dhe shta nga një dhe i tash. Jo, veç ta jep që të mendim edhe sepse menoj që kjo është esencion. Qka ka ndodhë sot? Jo, ajo kesh veç për fan. A fan? Për me tregu, jo për me tregu që është do shmo kujdes për mikrofonin. Se veç me qësit bo, të më. Një mikrofon, sa mirë qëndron.